Pedri dhe Mojseri në vite. Mos me mama mos e beja shua dhe. Mos mirë vesh. Angelo, i dhe pak në flera të më. Angelo. E i dhe në flera. Edhe ka pak. Nema dhe atë peshirin. Përshëndetje, sot është dhe premte, sa po kam marrë nga puna, edhe dielli ka dalë kështu komplet sot, është shumë mirë. Edhe pse pak thot. Hej! Shiko. Kështu që të premte nisim këtë vlog. Për gjithë ata që e kam parë të parë që klikojnë këtu, shumë faleminderit që klikuat këtë video, edhe mos u largoni sepse do të shikoni gjëra shumë të bukura. Për ata që më shikoni gjithmonë, shumë faleminderit që më shikoni, edhe le ta nisim këtë vlog duke gatuar, se do ju tregoj se si është një bazite e jona pas punës. Është edhe ditë premte, kemi vulljam përpara, kështu që po le të fillojmë. It's with Mirëmëngjes. Ditë është tunë, edhe më në fund kemi diell. Sot më në fund do të marrim pak vitaminë D njerëz, sepse vdishëm. Unë do t'iki, do të shkoj në supermarket si gjithmonë, të marr ato ushqimet e javës, edhe juve sigurisht që do të vini me mua. Kemi diell njerëz. Kjo është gjë e më e rëndësishme. Qa pati? Dera? Shikon ti? Kur përpiqesh të bësh vlog, edhe le derën hapur. Okej. Të nisemi, të vendosim edhe pak muzikë bukur, pak muzikë pranverore ose verore, në mënyrë që të na ngrihet pak më shumë gjendja emocionale. Edhe jemi në rregull. Gjithashtu bëra dhe katën time tek Expresso që tashmë e dashuroj, është shumë e mirë. Herën e fundit që shkova në Target, mora një që ishte me karamel, edhe tjetra ishte me cinnamon. Nuk është se e kanë shumë atë shijen, domethënë që ta ndihesh tamam si ato kafe që merren në Trader Joe's, se ato janë pak tëmbla, kurse këto nuk janë tëmbla, duhet të jedhësh sheqer në mënyrë që të bëhen domethënë tamam si duhet. Këtjeri në dielli, në i bravi sot fare. Kështu që wow, sa të keq që rënka. E çfarë po thoja unë që ato nuk është se kanë një shije kush e di, nuk është se ndihen shumë shijen e karamelit apo të vaniljes apo çfarë do lloje shije që të marrësh domethënë, po që janë të mira. Mëngjes nuk kanë grafare sot, gabim, shumë gabim, mos dili nga shtëpia pa mëngjes njerëz. Po që unë e bëra këtë gabim sot sepse në momentin që nuk kam bukë që e bëj vetë në shtëpi, nuk më hahet asnjë gjë tjetër, nuk më shijon se këto bukë që janë këtu janë shumë të ëmbla. Thjesht nuk më pëlqejnë. Nuk më shijon, domethënë ashtu siç mund të shijoj, nuk më shijoj me bukën që bëj vetë në shtëpi, sepse është tamam, domethënë e bëj ashtu si dua. Kurse ato që blej këtu s'ka shans të gjesh një bukë tamam. Po dhe ato që janë domethënë sourdough, prapë e jetë gjë, nuk është se bëj ndonjë diferencë të madhe. Gjithsesi. Po i lë këtu tani sepse dua që të flasoj pak me mamin, ndërkohë që
erdhën makinë njerëz se bëra edhe pazarin. Gjeta këtë lëngun e mangos. Thotë që është 100% lëng mango, është si pun smoothie domethënë. Ka 300 kalori, ka vetëm 1.5 gram total fat, nuk ka fare sheqer, thotë 0% added sugar. Edhe po, besoj që është i mirë, thjesht duhet ta tundësh shumë mirë kështu domethënë përpara se ta pish. Megjithëse kam kafen tani, harrova që kam kafen këtu, po gjithsesi do ta marr ta provoj edhe fëmijët në shtëpi sepse duket që është i mirë. Edhe le të nisemi tani të ikim në shtëpi, mbase do t'i bëj një supermarket haul kur të arri aty. Pim edhe kafen time, edhe le të nisemi. Tani do ju tregoj pak gjërat që mora. Mora këtë lloj sallate që Aleksi ka shumë qejf dhe e përdorim me mozzarella cheese edhe me pak salcë balsamike, tomate, English muffin, një qumë shkra dhe mora të vogël sepse kam akoma tjetër në shtëpi. Mora këtë pork belly, është shumë i mirë, e skuq me pak mashed potato, pak bukë të ngrohtë, bëhet super. Mora nga këto breadcrumbs, mole, qollën mole këtu. E marrë në Trader Joe's, se ka emrin Pink Lady Apples, edhe janë super të shijshme edhe ka një aromë shumë të mirë. Mora chicken breast, mora 2 me mish të grirë. Këtë lloj kaçkavalli e kam super shef sepse kur bëj vezë në mëngjes i jep pak nga kjo dhe i jep shumë shije. Mora një ricota të madhe sepse dua ta përdor edhe në mëngjes për vete sepse ka shumë proteinë shumë e mirë, por gjithashtu edhe e përdor edhe për lazanja. Mora këtë gjalpin. Mora këtë gjusin që Aleksi tha që ka shumë sheqer, edhe pse unë thash që ka 0 sheqer, po ashtu thoshte aty. Gjithsesi ta provojmë dhe do t'i them prap. Mora këtë smoked paprika. Kjo është sot buke, 2 me vezë. Mora këtë salcën e domates, që e përdor për gjellra të ndryshme. Gjeta apple cider vinegar. Gnocchi, qep, piperka, granola, patate, mora një me oriz, kastraveca, nuk marr më nga ato që janë domethënë në përqeska, kështu të mbështjella me plasmas, por marr nga këto sepse ato nuk janë të shëndetshme. Mora banane, mora këto pitet, makarona të vogla nga këto orzo, hash brown, mora dhe këto bagelat që janë me asiago sipër, që i të marr gjithmonë. Dhe një gjë tjetër që gjeta janë edhe ky mix për pancake, është me proteinë, edhe ka 0 sheqer. Janë shumë të mira, mund të bësh edhe waffles edhe pancakes. Okej, tani do kisha të bëj një mëngjes për veten time sepse ora po shkon diku tek 10:10 edhe unë s'kam ngrënë asgjë. Kështu që i vendosim këto në përvende, ha mëngjesin edhe vazhdojmë me ditën. Ky është edhe mëngjesi im, super i shëndetshëm, pak ricota, pak banane me mjaltë sipër bëhet super e shijshme, një gjysëm English muffin, një vezë me pak kaçkavall sipër, edhe është super. Nuk e keni ide domethënë se sa shumë të ndohem kur shkoj tek grocery store edhe shikoj bacon. Unë vdes për bacon, vdes për mishin e derit, por është nga ushqimet më të pashëndetshme që mund të hash për sa i përket mishit. Kështu që nuk e mora. Edhe do mundohem që të ha sa më shëndetshëm që t'jetë e mundur. Një gjë që nuk mora në supermarket është bacon. Unë vdes për bacon ose për mishin e derit, por është nga ushqimet më të pashëndetshme që mund të hash për sa i përket mishit. Kështu që sa herë që kaloj aty kur shkoj në supermarket, të ndohem kaq shumë për ta bler, sot isha gati ta merrja, po pastaj kujtova vetes time, kam parë një video domethënë që tregonte ushqimet më të shëndetshme dhe ushqimet më të pashëndetshme që mund të hash, edhe një ndër to ishte bacon me keqe, sidomos që shkakton sëmundje nga më të ndryshmet, por sidomos sëmundje të keqe. Kështu që kalova aty, edhe nuk e mora, thash, okay, e ndalova veten, domethënë thjesht nuk e mora. Edhe juve bëni mirë që të mos e hani sepse me të vërtetë që është gjëja më e keqe që mund të hash. Mund ta hash një herë në shumë rrallë, domethënë, po që unë isha mësuar shumë keq sepse e blia çdo javë edhe më shkonte deri në fund të javës, e haja ditë për ditë çdo mëngjes edhe i thash vetes time, okay, duhet të ndalosh këtë gjë, duhet të fillosh që të hash shëndetshëm sepse e para punës, nëse ne ham shëndetshëm e bëjmë jo vetëm për veten tonë, por për gjithë familjen e përgjithësisë, sepse po të jenë mirë nënat, janë mirë, është mirë gjithë familja. Po të jemi krumtuar ne,
është lëmë për gjithë familja. Po t'jemi me mirë nga gjendja... Një sekond, mama. Po t'jemi mirë neve nga gjendja emocionale, të gjithë janë mirë. Kështu që kujdesi për veten është shumë shumë i rëndësishëm. Can I see? You can keep it. Let me see. E ke këta apo jo? No, I don't. Okej, lexoje dhe pastaj mund të vim ta kthejmë prap. Okej? Dale. I like this book. Me, Georgie. Georgie. Mama. Why does the camera not show Georgie Here, where's on the Georgie? screen? Georgie. Mama. Why does the screen not show Georgie on the face? Yeah, where's? Angelo. I love you. I love you, Angelo. He's such a good boy, Angelo. And Alessio is a good boy too. I'm a monkey, I'm Giorgio. Ma Giorgio, che cosa fai? Do you love me, Angelo? Oh. Pancakes? Or waffles? Waffles. Pancakes. Waffles. Pancakes. I want to make pancakes. Oh, Mom! No, don't. Angelo. Përdore pirurin. Mirëmëngjes, nga dita tjetër, unë tani jam veshur. Do të vesh edhe një pantalona të zeza me këtë bluzën, kështu që është super cute. Do t'i kishe të bëj flokët. Kam shumë inat kur I le, domethënë për të bërë flokët të diel, sepse më merr gjithë ditën. Po s'kemi çfarë të bëjmë tani se është diçka që duhet bërë, kështu që patjetër duhet ta bëj. Edhe jashtë nisi bora, prap. Sot është data 1 mars. Gjithsesi, doja që t'ju uroj gjithëve gëzuar një muaj të mbar, të kaloni sa më bukur me familjet tuaja, edhe të keni një muaj sa më të mbar. Tani unë do të vesh xheken, sigurisht xheken është shumë të trarë sepse është goxha ftohtë jashtë, nga 45 zbritën prap në 20 gradë temperaturat. Nuk e di, I'm over this week. Ja, më duhet të vesh xheken tim, këtë organin tim që është kaq I madh, por që më ban kaq ngrohtë. Edhe besoj që edhe do I shtri flokët, unë do I mbaj kështu kaçurita, po që po, ikim. Ikim, është lëviti. Ikim, njerëz. Çfarë ka qenë ky dimri si vjetë, më thënë, nuk e di. Oh, man. You. Paruan të punë edhe me floçkat. Sigur kam lënë shilsa të më tani, asë kam I den fare. Qeta. Edhe, ikim në shtëpi tek bebushat, sepse na bëhet Aleksi me fëmijët. Këtë I gjetim gjithmonë, domethënë. Se gjetem tash edhe në shtëpi e urrej, domethënë që I le flokët për t'i bërë të diellave, po thjesht s'ka mundësi për t'i tjetër. Sepse jam në punë, edhe Aleksi është në punë, gjithashtu do shtunave, që mund ta bëj domethënë, se jam në shtëpi, kështu që s'është ai. Edhe detyrimisht më duhet që ta le për të diel pastaj. Po që gjithsesi. Tani do t'ikim. Nuk e di mbase dalim për në një drek ose thjesht një sekond njerëz, sepse më duhet që të kthej makinën. Edhe këtu tek ky parkimi është shumë ngushtë. Edhe nuk do të bëjmë një proçk pasaj. Çfarë po thoja që mbasi do dalim në një
tani jam futur punës që të bëj ushqimet për javën, domethënë. Këtu në futa Aleksin në punë edhe I previ gjitha këto sweet potato, do t'i hep gjitha erësat sipër domethënë që më duhen. Edhe pastaj I pjek në furr për 375 gradë në një orë. Këto piqen shumë shpejt në fakt, edhe kjo ka shihen si punë kungullit të zjerë të thoja. Pastaj I fut në për kontejner, në frigorifer edhe Aleksi bën domethënë drekën ose darkën, domethënë dhe zgjat për gjatë javës. Tani më duhet që të marinoj edhe purën, e kam të nuk kam marinuar akoma, sepse duhet që të pres që të bëhet punën mishin e krir aty. Edhe ne kam dhe gjitha erëzat, dorën, sot të kënaqem. Në mëngjes që atë diporas, që dhe ju thash, ishte shumë top, po tani ka dalë dielli, siç mund ta shikoni edhe këtu nga biletari ishte që ka shumë ditë. Ka dalë dielli, po në kënaqem, po kemi diell në fund erës. Edhe sot në datën 20 mars është dita e parë e pranverës, mezi po pres që të vi edhe të kënaqem me pak diell, se sinqerisht di që me këtë dimër sot, këtë dimër si vjen. Por që Aleksi edhe fëmijët po luajnë me njëri tjetrin, do të përgatisim një snack, diçka të vogël kështu me fruta, me ara ose lethi, çfarë kemi aty do të bëjmë ajo snacks, që po japim një snack të shëndetshëm edhe ndërkohë pi edhe kafentine. Jam bërtu dhe tani do I hedh shkruajmë sipër, sepse gjysmë e dash Aleksin, e mënysh do të bëjmë pak më shumë. Kjo është kafe e dytë për sot, edhe me vërtet që kemi nevojë. Nesër jemi në punë, fillon java, kështu që këtë do le të shpejtësojmë edhe të bëjmë gjëra që duhet të bëjmë për ta vënë javën përpara. Mirë mëngjes! Gjeni kush është në shtëpi sot? Bona. Pse? Për shkak të motit. Ka sot është shumë e bukur, po nga që dje natën, në fakt gjithë ditën dje ka rënë borë, edhe pastaj natën se futi me shi, kështu që gjithë shka ngriu domethënë, dhe sigurisht që do shkoni me 2 orë me vonesë. Por, gjëja që mua nuk më pëlqen nga të vetme gjëra domethënë që nuk më pëlqen të punojarit në shkollë është kjo, për shembull, se kur ke fëmijë të rritur është ndryshe, pasi mund të shpihesh në shkollë dhe vinë me ty domethënë në të njëjtin orar. Por në momentin që ke një fëmijë që është parashkollor dhe parashkollori këtu është vetëm 2 orë domethënë ose në mëngjes ose mbasdite, edhe mua tani më detyrohet që të marr ditën pushim në mënyrë që të kujdesem për Anxhelon, sepse parashkollori u mbyll. Edhe kështu që po, kjo është gjëja vetme që nuk më pëlqen nga të punuarit në shkollë domethënë, po që gjithsesi të gjitha të tjerat janë të mira. Kështu, neve sapo dolëm nga Biguaj edhe vajta mora disa gjëra që më duheshin bashkë me thënë se Alesion e lash në shkollë. Edhe tani po ikim për në shtëpi, po është super bukur sot, është e vetmja ditë domethënë që kemi 45 gradë edhe dielli është perfekt, nuk di çfarë të them. Gjithsesi, ikim tani në shtëpi, të bëj një supermarket haul me ato gjëra, pak gjëra që mora, edhe kështu të kalojmë ditën bashkë. Këto ishin disa nga gjërat që mora në Biguaj. Mora këto organic pije për fëmijët. Mora një Tylenol. Mora këtë coconut milk, sepse duhesh të përgatita të pijen e Starbucksit, pink drink, me këtë tjetë. Kjo është white currant strawberry edhe më në fund të gjeta. Kam qenja që vjet që them që do e bëj dhe se kam gjetur asnjëherë, po gjithsesi mora portokallet. Mora këto lloj rice cakes, janë shumë të mira.
croissant, edhe këto cornbread, Andlo dhe Alessi kanë super qef. Një kuti me banane edhe vezë. Dhe gjitha këto që shikoni se sa pak që janë kushtuan $50. Po që do bëjmë tani, janë gjëra që na duhen, kështu që po. Në këtë kotën këtu do të bëjmë atë pjenë e famshme të Starbucksit, që shpresoj të dali pa që mirë sa dele dhe aty. Kam edhe këtë pisuskën që është shumë cute. Edhe të shikojmë sa përbërësit që na duhen. Nuk kam ato dry strawberries që më duhen, domethënë, por s'ka problem, sepse ato janë thjesht për dekorim. Kemi këtë coconut milk që e mora në pikuaj. Edhe është kjo këtu. Do t'i hedh edhe pak akull sepse ishin jashtë edhe unë nuk e futam frigorifer kur jeta në shtëpi. Kështu duket edhe pia, por nuk e di nëse është ajo që unë doja, sepse ky qumshi i kokonatit është si me kokriza. Nuk duhet ishte me kokriza. Një dështim total. Nuk e di që është. What is this? Yeah. Yes, njerëz. Është ditë e shtunë. Koha është perfect. Ja, siç mund ta shikoni. Nuk e di njerëz se kur do ngrohet kjo koha, se seriozisht na çmendi. Sado bukur që të bëhet në pranverë, në verë, sinqerisht këto muajt e dimrit janë kaq acaruese, kaq të mërzitshme, depresuese, nuk di çfarë t'ju them më, domethënë. Gjithsesi, unë po ikim në supermarket marr ushqimet e javës, sepse nuk kam asgjë në shtëpi, edhe pastaj të kthehem në shtëpi tek bebushat edhe te Aleksi. Planet tona për sot janë thjesht dorim në shtëpi, sepse koha nuk na premton asgjë, kështu që le të ikim bashkë të marrim ushqimet. Duke pastruar frutat, duke i larë në fakt, edhe doja që të tregoja këtë apple cider vinegar që e kam marrë në Trader Joe's, edhe është super e mirë edhe për ushqim, por edhe për të larë frutat. Domethënë një fut në ujë të ftohtë, pastaj përdor këtë baking soda për t'i hequr gjitha ato papastërti, domethënë çka kanë, dhe pastaj përdor edhe këtë apple cider vinegar, ja hedh sipër dhe i le për 30 minuta, bëhen super. Ja do ju tregoj tani, dhe pastaj i vendos në një peshqir që të thajnë mirë dhe i vendos në për kavanoza. Ja ku janë këtu, kam larë blueberryt, këto manaferat e zeza edhe lështryde, ndërkohë që kam vënë edhe mollët aty dhe lavamanin për të larë. Këto tani do i lë që të thahen edhe pastaj si shtash do i vendos në për kavanoza që t'i organizoj në frigorifer. Taj frutat, këtu kam vënë pak mish pule, se mos e ndali ky apulli. Kam vënë mish pule në mënyrë që të ziej. Mom, I gotta show you something. What? Lali? Ciao, bella Lali. 60, Wow, Alessio, you are so strong, mama. 65. He can take a bit for 100 minutes. 69, 70, 71, 72, 73. Wow! 75. Alessio do bësh muskuj shumë të mëdhenj. 78, 79. Këtu gjithashtu kam ngrirë pak karrot dhe i kam hedhur pak miell në mënyrë që të trashet supa, pak krip, piper të zi edhe një lloj erëze që përdor për të bërë suprat, dhe do pres që të bëhet mishi i pumës, pastaj do e coptoj dhe do e hedh këtu që të bëj. Do e bëj të vogël, e kam në këtë tenxherën e vogël, sepse thjesht do e bëj për Aleksin edhe për Anton, se Aleksi nuk e ha, kështu edhe unë kam fasule nga dje, bëra fasule me mish, edhe ato do ha për sot, kështu që një supë të vogël është boll.
Duaj që të bëj pak të thonjë, se me këtë thonjë kështu se si më duket vetja nuk e di. Po i mora në Family Dollar edhe kam gjetur nuk janë, domethënë cilësia është e njëjta, po thjesht nuk vijnë domethënë me shumë copë, këtu janë vetëm 12 copë, edhe nuk kanë as ngjitsin, as atë filing për thonjt, nuk kanë as një lloj gjëje tjetër domethënë përveç thonjve, kështu që ato duhet i blesh ekstra. Po më pak vetë, domethënë se këto ishin vetëm $1.50, kishte lloj-lloj ngjyrash, lloj-lloj formash, edhe thjesht mund të marrësh ngjitsin dhe kaq të duhet, domethënë. Kurse në Walmart po ti marrësh ose në Target e njëjta cilësi, po që thjesht vijnë me ngjitsin me atë filing edhe kanë më shumë thonjë se kjo, i merr për $10. Tani në krahasim me ato që i bën në sallon, domethënë, sigurisht që $10 janë shumë më pak se sa ti bësh për $60. Po që kjo është shumë më pak se $10, është vetëm $1.50 dhe është e njëjta cilësi, kështu që pse jo. Po mendoj që ti bëj, ndoshta ju tregoj edhe një tutorial se si i bëj domethënë thonjt. Po që pak më vonë se tani nuk kam kohë, thjesht doja t'ja tregoja kështu domethënë. Është ky efekti pasqyrë, janë super cute dhe të lezetshme, sidomos për këtë periudhën tani, megjithëse kemi akoma shi, nuk është se ka ardhur pranvera, po që po janë shumë cute. Edhe supa këtu, super e mirë. Kjo supa bëhet shumë mirë me pak kartone, pak karot, një brezën pak limon, bëhet super. Aty kemi pak pilaf, këtu kanë një gnocchi bellissimo, se më kanë pasur. Edhe këto materialet që më duhen për të vënë thonjt. Këto janë gjërat me të cilat vijnë thonjt e tjera që marr në Walmart ose në Target, është kjo për të file. Nuk e di si që t'i shpërsosh pak thonjt, domethënë në mënyrë që të ngjitësh sa më kollaj. Pastaj vjen edhe me ngjitsin, që është kastile për thonjt. Vjen me këtë pjesën këtu, domethënë që është ajo si pun alkooli për ta pastruar pasi ti i bën thonjt me këtë. Edhe vjen me këtë si pun nuk ti s'ta quaj këtë, për të shtyrë pak lëkurën, domethënë në mënyrë që të vutësh thonjt më kollaj. Edhe unë e kam vënë një nga thonjt, janë pak të shkurtër në fakt, nuk janë të gjatë siç i marr gjithmonë, po që gjithsesi. Dhe tani t'ju tregoj pak domethënë se si do dali dora e parë. Kështu. Mirëmëngjes në një tjetër ditë. Sot është dita e 8 marsit, dita e gruas, edhe do doja shumë që t'ju uroja të gjitha juve, nënave, grave, qofshin nënat më të lumtura dhe gratë më të lumtura në botë, duke përfshirë këtu edhe veten time. Dhe sot është gjithashtu edhe ditëlindja e birit tim dhe do doja që t'ju uroja këtu sepse e di që ai shikon videot e mia, do doja që t'ju uroja të bëhet edhe 100 edhe të ketë gjithë të mirat e botës. Gjithsesi, tani neve do dalim, është ditë e diel, edhe jemi gjithë bashkë në shtëpi, kaluam mëngjesin domethënë bashkë me fëmijët, pam pak televizor, pim një kafe, u relaksuam sepse të diellat janë për familjen. Dhe tani do të dalim, kështu që do të vishim, kam menduar që të vesh një palë xhinse të errta që mora në, jo tregova më duket në videon e parë në Walmart, edhe do e kombinoj me një këmish ngjyrë kështu si puna blu po të hapur, baby blue që i themi ne, me një bluzë të zezë, edhe do ja tregoj pastaj pasi ti e mbeshur kombinimin që kam bërë. Kështu që le ta shijojmë këtë ditë së bashku, të bëjmë gjëra të bukura, edhe nëse bëjmë vërtet gjëra shumë të bukura, sigurisht juve do të vini me mua. Kështu që le të vishemi bashkë. Okej. Kjo është bluza që kam marrë këtu e shumë vite përpara. Edhe është po njësoj si ditën e parë, domethënë, nuk pusha vitet, nuk griset, nuk e di domethënë çfarë materiali është ky, po është super. Tani, do të vendos një rip, në ngjyrë kafë, në mënyrë që ta thuajmë pak të ngjyrën e errët. Kam këtë ripin që është nga M&M, po është me shinë dhe është shumë i mirë. Kështu që do vendosim ripin edhe pastaj do vesh dhe këmishën sipër.
Okej. Që po dhe në leksion dhe të zotit. Kjo është veshja pak a shumë. Tani do t'i kishë të rregulluar pak flokët, i bëjmë ande kështu edhe të bëj dhe make-upin dhe pasi do t'dal. Është edhe veshja këtë si po në paltë, po nuk është paltë tamam sepse është e hollë. Këtë çantën të thjesht, edhe këto çizmat që kam gjetur emrin me të vërtetë që nuk i kam hequr nga këmpa sepse janë shumë të rehatshme, edhe pse kam pak tak, domethënë që të bëjmë pak më të gjatë se sa je, edhe do t'ikim poshtë tani, t'ju urojmë Rudit gëzuar ditëlindje dhe pastaj do dalim. Ato që dash baja ato.